Alpetrol flet për plane, por hesht për ndotje reale në Vjos. Ndërkohë që organizatat mjedisorë dhe qytetarë denonsojnë ndotjen e lumejve nga rrjedhjet e naftës, kompania Alpetrol ka shpërndarë një deklaratë ku paraqet planet e saj për rehabilitimin e mjedisit. Por kjo deklaratë, më shumë se një përgjigje, ngre pikpyetje të tjera dhe lë të pandryshuara shqetësimet reale në terren. Sipas Alpetrol, zona e Gorisht Koculit, një vend burim 60 vjeçar, është trashëgimtare ndotjes së dekadave të mëparshme. Kompania pretendon se sot nuk ka ndotje aktive dhe se operon me protokolle strikte, ndërsa pohon se mbetjet aktivizohen vetëm në temperatura të larta. Megjithatë, kjo bie ndesh me faktet. Rrjedhjet e vazhdueshme janë dokumentuar edhe gjatë muajve të ftohtë dhe dëshmitë e banorëve flasin për një ndotje të përhershme. Në vend që teatri u buoi gjithçka të shkuarës, drejtori i Alpetrol, zoti Eltar Deda, duhet t'i sqarojë publikisht edhe para autoriteteve hetimore informacionet thelbësore. Sa ujë dhe sa naftë nxjerret aktualisht në Gorisht? Si evadohet ky ujë nga dekantimi? A trajtohet apo injektohet nën tokë? Nëse trajtohet, ku ndodhen impjantet përkatëse? Nëse injektohet, cilët janë puset? Çfarë shërbimi u zhbër atyre dhe cili është volumi që përpunojnë në 24 orë? Në cilat formacione gjeologjike injektohet? Kush e supervizon dhe regjistron volumin e ujit të injektuar? Në vend që t'u jepet një përgjigje serioze dhe transparente këtyre pyetjeve, jepet një deklaratë që paraqet ndotjen si një relike të së kaluarës. Nëse nuk ka më ndotje, pse lumi i Vjosës mbart ende aromën e naftës dhe kimikateve të dekantimit? Pse përoi që vjen nga dekantimi i Gorishtit ka rrjedhje konstante verë e dimër? Kur realiteti në terren bie ndesh me deklaratat zyrtare, kjo nuk është më vetëm një shmangje, është një fyerje për inteligjencën e publikut, dhe publiku sot nuk është më naiv.